Tu im si mos lupe. Ajde. Era ka qenë shumë e fuqishme me dome jashtëzakonisht të mëdha. Kështu që besoj që dhe shpresoj që këto dome me na ndihmu edhe komunja edhe qeveria e Kosovës. Fshati dikun rreth 300 shtëpi ka, unë konsideroj që mbi 80% janë damtuar të shtëpive që gjenden në fshat. Ngjarja ka ndodhur gjatë natës, erë shumë e fuqishme, pa parashikueshme, pa paraparë, erë cila nuk mbahet mend ndonjëherë që të ketë fryrë kësaj anë më shumë se sa natën e sotme. Kështu që siç po shihni edhe vetë, domet janë katastrofike. Masë gjysme e kulmit të pallazit të shkollës është i tërhequr, i qitur llamarina, përgjithsisht është e kulmit, është e dëmtuar. Të bashkë me drejtorin e shërbime publike emergjencave që janë këtu sot në verin, ishim në teren. Është fakt që gjendja nuk është e mirë në teren, absolutisht. Ka dome të mëdha në institucione, ku flasin institucione me nëjnë për shkolla, institucione të shëndetësisë, institucione tjera, por ka edhe në bujqësi, në shtalla, në sera, në objekte private, në shtëpi private. Ky është ai vlerësimi jonë preliminar. Po megjithatë ne sot unë ftova komitetin për mbrojtje dhe shpëtim, që është bazuar në rregulloren komunale dhe aty ku ishte prezent edhe FSK-ja, policia, KEC-i, drejtar të drejtorive, dikasteret të ndryshme dhe u morën vesh, i formuam komisionet aktorit të cilët tash janë në teren në vlerësimin e domeve që unë mendoj që do të zgjat jo vetëm sot, po edhe ditët e ardhshme. Për momentin me shifra ne nuk kemi në gjendje për më fol, mirë po janë domet jashtëzakonisht të mëdha, janë domet e cilat kanë dëmtuar përpos pronës publike, kanë dëmtuar edhe pronën private. Kryetari i komunës në një mbledhje të jashtëzakonshme sot që i ka mbledhur Komitetin për Shpëtim dhe Siguri të Komunës, Policinë e Republikës Kosovës, Forcat e Sigurisë Kosovës, zjarrfiksat dhe po ashtu edhe përfaqësues e KEC-it, jemi mobilizuar dhe kemi formuar edhe komisione të cilat do dalin në teren për të bërë vlerësimin dhe gjendjen faktike të cilën siç po shihet domet jashtëzakonisht të mëdha, sidomos në shkollat të cilat jemi detyruar që mësimi të shtyhet deri të hënën koordinim edhe me ministrin e arsimit Hikmet Bajramin. Komisionet jemi duke punuar të gjithë në teren, kështu që shumë shpejt do dalim me një raport detaj lidhur me domet dhe vlerën që llogaritet parafërsisht që ka shkaktuar se rezultati erës së madhe.